I lani flokët çdo ditë. Zbuloni arsyet pse jeni duke gabuar. Të lani flokët tuaj në mënyrë të përditshme nuk është kujdes, përkundrazi. Folikulat e flokut prodhojnë lëndë natyrale të quajtura sebume, të cilat të mbrojnë flokun tuaj prej agjentëve të jashtëm. Duke i larë kaq shpesh, këto lëndë fillojnë të zhduken, duke i bërë flokët tuaj më të brisht. Për një flokë dhe lëkurë të shëndetshme të kokës, ja se çfarë duhet të keni parasysh. Një pjesë e mirë e shampove ka në përbërësit e tyre me klorur sodiumi që nënkuptojnë kripra dhe mund të shkaktojnë tharjen e lëkurës. Në përmbajtje ato kanë edhe përbërës si parabeni ose edhe elemente të tjerë të cilët kryesisht shkaktojnë rënien të flokut. Lexoni me kujdes përbërësit që ka shampoja juaj për të shmangur këtë element të padëshiruar. Pigmentet të cilat janë natyrale të përdorur në shampo me klor mund të shkaktojnë kruajtje dhe acarime të lëkurës. Prandaj mundohuni të përzgjidhni edhe mënyrën e duhur të larjes së flokut dhe teknikën e saktë.